Shqipëria ka mirëpritur në një samit të posaçëm teknologjik një delegacion prej 40 kompanish izraelite që operojnë në fushën e inovacionit, teknologjisë dhe sigurisë kibernetike, në një përpjekje për të dhuar bashkëpunimin mes dy vendeve. Për kryeministrin që përshëndeti samitin, prania e kaq shumë izraelitëve, pa llogaritur faktin që janë profesionistë shumë të mirë, është suksesi i parë që kanë arritur organizatorët. Sa më shumë që e njoh Izraelin, aq më shumë e kuptoj që të bësh bashkë kaq shumë izraelit nuk është diçka e lehtë, edhe pse miti thot se ju jeni gjithmonë të bashkuar. Në hapje të aktivitetit, kryeministri Rama vlerësoi praninë e kompanive dhe ekspertëve izraelit si një tregues i rëndësishëm të partneritetit mes dy vendeve, duke theksuar se bashkëpunimi në këtë fushë ka sjellë rezultate konkrete për Shqipërinë. Ne ishim shumë të kënaqur kur pam në atë moment që Izraeli u sodh si mik dhe na ofroi ndihmë. Fal kësaj ndihme dhe miqve tan shumë të dashur nga Emiratet, plus disa ekspertëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i mbijetuam këtij sulmi. Sot mund të themi me krenari që kemi një nivel krejt ndryshëm të mbrojtjes kibernetike dhe njëherë faleminderit bashkëpunimit me Izraelit dhe me talentet izraelite. Në fund fjalës së tij, Rama përcodhi dhe një mesazh për marrëdhëniet historike mes shqiptarëve dhe hebrejve. Mos harroni kurrë që për hebrejt Shqipëria është shtëpi. Çfarëdo mund të mendojnë shqiptarët për tema të ndryshme, politika të ndryshme, qeverinë tuaj, ka një gjë që është e sigurt dhe ambasadori mund t'ua garantojë se s'ka antisemitizëm në Shqipëri dhe hebrejt janë gjithmonë të mirëpritur, përfundoi kryeministri. Në fund të deklaratës së tij, Rama theksoi dhe rritjen e ndjeshme të turizmit, duke përmendur se numri vizitorëve në Shqipëri është rritur ndjeshëm vitet e fundit, ku një rol të rëndësishëm ka luajtur dhe hapja e linjave ajrore direkte me Tel Avivin.